Në ato kunati një ashu i këshim marrënit, të thuj se... Nuk flistit fare? Pasaluar, ja. Ka fëmi, s'ka fëmi, zë? Jo, kam jetuar në Itali, që aty e ka dhunuar vitin 2020, në kohën e pandemisë. Dhunë fizike dhe psikologike të të mërshë. Në Itali? Në Itali. Është shtruar dhe në një qendër rehabilitimi atje. Në Itali? Në Itali. Që aty ka... Atje është dënuar ai në Itali për dhunë? Është dënuar në Itali për dhunë? Jo, e ka të regjur denoncimin se duket motra. Miles nuk thashtë atë më kryesore. Ky ka deponuar Gjergjë Xhaxhajt që ka 2 ditë pa vënë gjë në gojë. Basarjes në spital. Përshëndetje miq të Stopit, ndodhemi në qytetin e Vlorës, pranë shkollës së muzikës për një ngjarje tragjike e cila ka ndodhur në datën 3 gusht 2024, ku 64 vjeçarja Hati Deliaj, sipas të gjithë fakteve, është dhunuar nga bashorti i saj, është lënë 5 ditë pa asnjë lloj ndihme, pa i dhënë ushqim, ujë apo medikamente, e cila vuante nga diabeti, dhe më pas është dërguar mbas 5 ditësh në spitalin rajonal të Vlorës, ku mbas 24 orësh ajo vdes në spital. Fillimisht ne jemi njoftuar jo nga ish bashkësorti i motrës, po nga një kushëri rajon, të cilën e kishte marrë në telefon dhunuesi i motrës son, i quajtur bashkësor. Ky merr në telefon kushërin tonë dhe i thot, "Noli është duke vdekur", i thot. Po e di se si me çfarë kurajo. Përse do merrte atë kur ishim ne familjar direkt të motrës. Motra dhe vëllezër. Edhe ajo merr motrën në telefon e thot, "Tu është situata." Motra në moment merr të motrën e saj, të dhunuar. Ajo nuk përgjigj telefon. Po absolutisht nuk, sa ishte e shtrirë në divan, edhe vetëm dridhej. As nuk fliste, as nuk... Absolutisht, as një lloj komunikimi. As nuk ecte, as nuk... Gojën e hapur edhe dridhej komplet. Komplet trupi, dridhej. Ishte edhe me shenja. Kishte hematoma këtu, kishte këtu në qaf, kishte në mjekër, kishte në përduar, në gjunjë. Tani si është e mundur, mërë zotëri? Ti e dhunon në atë farfeje, në mënyrë fizike dhe psikologjike, dhe e mban në shtëpi. Përse e mban ti 5 ditë në shtëpi? Apo 6 ditë? Që të vdesi aty në shtëpi, e ta paraqit si vdekje natyrale. Pse ishte mundur? Ju çuar në spital. Quan ata. Sipas të dhënave të sakta, në datën 3 gusht 2024, rreth orës 20:40 minuta, e ndjera Hati Deliaj është transportuar nëpërmjet shërbimit të urgjencës pranë spitalit rajonal të Vlorës, ku edhe ka marrë ndihmën mjekësore të menjëhershme. I bën terapi intensive nga më të ndryshme, deri biles diabeti ishte 670. Se nuk ka marrë mjekim. S'kishte mjekim. Detyrimisht çfarë do bëj organizmi. Dhe fillon terapin. Bën analiza, punë, gjitha bën skaner aty në spital, asnjë lloj reagimi. Sipas informacioneve që ne kemi siguruar nga personeli i spitalit, na thuhet që e ndjera nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi, nuk ka folur dhe ka qenë në një gjendje shoku. Nuk priste, më nuk reagonte. Imagjinon, organet e saj ka qenë komplet jashtë funksioni, përderisa nuk reagonin me gjitha të farë terapie. Ju dyshoni që ajo as nuk është ushqyer, as nuk ka pirë ujë për 5 ditë. Që nga momenti i dhunimit. Se të ashtisë logjike, të arrish nga të farfeje, si e ke marrë të ndihmën mjekësore? Nga e more. Se 5 ditë apo 6 ditë ka qenë në shtëpi, e ndërur ashtu, vetëm me destinacion për vdekje. Ky ka qenë dhunimi i tij, ka qenë me paramendim të qartë. Dhe pas një dite humbi jetën. Në orën 23, ka qenë ora 23, aty mbaroi gjithçka dhe shpirt matër. Aty më pas u arrestua bashkëshorti? Arrestuar të nesërmen. Po nuk është se në iku nga shkaqe natyrore. Nga iku vetëm nga dhuna barbare që ka ushtruar ky kriminal ndaj motrës sonë. Ndash dhunë fizike dhe shantazh psikologjik. Ndodhemi
Pranë prokurorisë së Vlorës, pasi familjarët e të ndjerës ngrenë pretendimet që hetimi nuk është bërë ashtu siç duhet dhe autori është akuzuar vetëm për dhunë në familje. Një dhunë ku sipas familjarëve ka sjell edhe vdekjen. Sipas fakteve të vëna në dispozicion prokurorisë së Vlorës nga letërporosia e autoriteteve italiane, pasi çifti ka jetuar atje, konstatohet që komshinët kanë dëgjuar shere të forta mes çiftit, por nuk është denoncuar në polici nga Hati Deliaj në atë kohë. Menjëherë, pas kësaj ngjarje, bashortja Hati Deliaj ka qëndruar për rreth 1 muaj e shtruar në spital në Torino. Po ju përballët vetë dikush nga ju, përball vetë me bashortin për ta pyetur? Pse në këtë gjendje? Kështë pyetur vllai i më i vogël, po ja të bëhet mira do flasim i kështë të thënë. Tani unë këtë e kam gjithë esencën e muhabetit. Si e mban ti nuk i jep ndihmën mjekësore para punës më zotëri. Që e mban të dhunuar 5 ditë në atë farpë. Të mbyllur në shtëpi. Po në shtëpi mor. Plus ndihmë mjekësore, po edhe ndihmë kështu ushqyerje. Ky është akti mjeko-ligjor që ju është vënë në dispozicion familjarëve të viktimës. Çuditshëm, vetëm tek ky akt, prokuroria e Vlorës nuk ka pasur bojë për ta fotokopjuar, ndërsa për aktet e tjera që ka dosja, boja e printerit ka funksionuar. Kalojmë tek thelbi. Sipas mjekëve, viktima konstatohet që plagët në trupin e saj janë shkaktuar nga mjete prerse dhe ato janë bërë përpara 5 ditëve se e ndjera të shkonte në spital, ku më pas ka humbur jetën pas 24 orëve. Sipas të dhënave zyrtare për emisionin Stop, kjo çështje po hetohet në prokurorinë e Vlorës nga prokuroria Aurora Hajro. Sipas pretendimit të familjarëve, kjo prokurore nuk ka bërë një hetim të zgjeruar dhe të thelluar për të dalë në një konkluzion të saktë se nga kush i erdhi vdekja. Hati Deliajt, 64 vjeç nga Vlora. Sipas kësaj dëshmie në dosjen e prokurorisë Vlorë, vetë bashorti ka deklaruar se ndjera ka qenë sëmur dhe për 2 ditë ajo nuk ka futur gjë në gojë. Atëherë është lind pyetja se pse nuk është dërguar në spital, apo pse nuk është kërkuar ndihma mjekësore në familje, kur situata e bashortes ka qenë e rënduar. Sipas të dhënave të tjera që ka siguruar emisioni Stop, nuk është hetuar në lidhje me mosdhënien e ndihmës viktimës për më shumë se 5 ditë, ku pretendohet që ajo është dhunuar dhe është mbajtur e mbyllur në shtëpinë e saj pa ushqim, pa ujë edhe pa medikamente, pasi kjo e fundit vuante nga diabeti. Në trupin e të ndjerës nga autopsia nuk është detajuar nëse ajo ka marrë ilaçet e tensionit për 5 ditë, a ka pirë ujë dhe a është ushqyer në kohën që ka qëndruar në shtëpi. Akti sqaron përciptas këto detaje thelbësore, të cilat mund na çonin në zbardhjen dhe shkaqet e vërteta se nga i erdhi vdekja Hati Deliajt, 64 vjeç. Kjo pist nuk është hetuar nga prokuroria Hajro. Emisioni Stop ka siguruar fotot e të ndjerës vetëm 1 muaj më përpara se ajo të ndronte jetë në spitalin e Vlorës dhe duket qartë dehidratimi, por edhe dobësimi i zonjës nga mosdhënia e ndihmës nga bashorti. Lidhje me ngjarjen, sepse ti ke qenë me zonjën në shtëpi, e dëshmitari okular dhe thjesht për të dhënë versionin, më kupton? Nuk të jap asnjë gjë, po them edhe se unë po pse, çfarë fshen? Po s'kam mbyllur çështjen në shtëpi. Po mirë, ti çfarë rëndësie ka çështja me të vërtetën? Më kupton, e vërteta nuk ndryshon. Të mbyllet apo të hapet çështja e vërteta qëndron ashtu siç është. Prandaj po të pyes, kush është versioni juaj? Më bëre një pyetje. Po. E do përgjigje. Po. Nuk mund të jap asnjë lloj sqarimi. Po jo, më dëgjoj pak se edhe keni pasur dhe episode në Itali të dhunës, janë të dokumentuara. Prandaj çfarë ka ndodhur? Asnjë lloj episodi, kam me dokumenta, prandaj po. Po djali Xhaxhai tënd, zoti Angjëll, djali Xhaxhai tënd në deklaratën që ka dhënë, siç i keni thënë ju, që ka ndenjur 2 ditë pa konsumuar ushqim. Pse nuk e keni çuar në spital? Pse nuk e keni çuar në spital, them? Edhe një herë po të them, të gjitha këto janë të vërteta, po them. Po shenjat në trupin e të ndjerës, zotri. Po mirë, shumë keq tani, morën telefon. Jo, po të pyes. Po të pyes se është minimalja që mund të bëjë një gazetar të marrë dhe versionin tjetër, më kupton, sepse ata mund të kenë shumë pretendime, mund të gënjejnë, mund ta kenë të vërtetë. O gazetar, të lutem,
Më morën telefon si qytetar tani. Po pra po të pyes si qytetar, të vërtetën. Pare mirë versionin atyre. Për mua s'ka rëndësi. Pa avokat nuk mund të flas tash. Po nuk e ndryshon të vërtetën që je në proces atje avokat, zotëri. Ti mund na tregosh të vërtetën, nga ndodh kështu edhe okay, kjo është e vërteta. Nuk kam të drejtë të flas po them. Unë jam në ndjekje penale, çfarë do të them? Po të thuar si është e vërteta, sa ka ndonjë zoja në shtëpi, Në rregull. shenjat. Shumë mirë. Janë të gjitha të vërteta çka ka thënë ai, mbaroj punën. Unë nuk se sqaroj dot. Shenjat janë të marra të gjitha. E kuptoj, Po them me dhun, kaq ditë më. Po, me ty ka qenë në shtëpi zonja, e kupton, nga kush u dhunua. Minimalisht ti duhet të denoncosh për shumë personin që ka dhunuar bashkëshorten tënde. Mbaroj punën me avokatin, unë me gjyqin, unë jam në arrestim. Një akt I cili nuk ka dhënë përgjigje shtëruese në lidhje me shkaqet e vdekjes së 64 vjeçares. Mjekët ligjorët janë mjaftuar vetëm duke pasqyruar të gjithë situatën e zonjës në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe më pas ndër rreshta ata kanë pohuar që vdekja e të ndjerës ka ardhur nga infarkti miokardit. Kemi vajtur të nesme për të bërë autopsin, të prisim mjekët ligjor. Vinin nga Fieri, se ande janë ata, se Vlora nuk ka mjek ligjor. Kanë ardhur në orën 2:30 llogarit, ne kishim në orën 3:15:00 varimin. Sipas këtij hetimi, jo shtërues, 64 vjeçarja nga Vlora ka vdekur si pasojë e pushimit të zemrës. Shenjat në trupin e të ndjerës janë vërtetuar që janë bërë nga bashkëshorti, por ato janë dëmtime të lehta, dëmtime të cilat mund të kurohen brenda 9 ditëve. Por absurdi qëndron pikërisht tek ditët brenda fashikujve të prokurores Hajro, sepse Hati Deliaj vdiq ditën e 6 në Spitalin e Vlorës, brenda 9 ditëve që parashikoi mjekësia ligjore, dhe shkaku se pse I pushoi zemra të ndjerës nuk është arsyetuar në këtë dosje. Dhe sfundmi ne po e mbyllim pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, këtu ku humbi jetën 64 vjeçaria, ku sipas të dhënave, prokuroria e Vlorës, Aurora Hajro, e ka dërguar në gjyq këtë çështje me veprën penale të dhunës në familje, duke hequr një sër veprash penale që rëndojnë mbi 75 vjeçarin bashkëshortin, mosdhënien e ndihmës dhe një sër veprash penale të tjera që rëndojnë mbi të. Sipas informacioneve që ne kemi mësuar, në datën 5 nëntor të vitit 2025 do të zhvillohet edhe seanca paraprake me gjyqtaren e Vlorës, Arbana Selmanaj, ku shpresojmë që kjo e fundit ta rikthejë përsëri çështjen për hetim, për të marrë përgjigje se ai është dhënë ndihma për 5 ditë të ndjerës. A ka përdorur medikamentet e diabetit, ku kjo e fundit vuante, dhe mos përdorimi medikamenteve, a mund të sjell pushimin e zemrës, dhe një sër pyetjesh të tjera që në dosjen e prokurores Hajro mungojnë.